pjesë të fundit të gatimeve për sot, por jo më pak të rëndësishme, sepse ky kombinimi që do t'ju sjellim në shijen e tranaste dhe të mëlçive është për drekat tuaja, për një darkë e lehtë, gjithashtu. Sidomos për këto ditë, Edhe për këto ditë. Pra, kam vendosur diamushkat. Nëse ju dëshironi mund të vendosni edhe pjesën e brendshme të baktisë, gjë që diamushkat lidhin pjesën e këtyre organeve. Nuk kam marrë rizën që është mbështjell gjithë baktin, po vetëm të organeve. Mëlçia do pak të punohet në proces termik, pak. Tani, shtoj kripën, gjë që nuk e lë të forcohet, dhe kam pjesën këtu të trahanas. Një presh e kam vendosur në blender. Pakës ujë. Duhet tjetër? Jo, kaq. Ja. Nuk ka shumë nevojë që të bëhet, sepse e kam kaluar në blender. Do të shtoj masat e duhura të çdo erze dhe e trazoj. Do të shtoj masën e trahanas. Opa, që të gjitha. Jap një kaurdisje dhe patjetër që këtu kam ujin e vakët që kam përdorur. Nuk kam nevojë të përdor buljon mishi, gjë që do të thot uji i përfituar, lëngu i përfituar nga zjerrja e mishit, sepse kam. Po kemi mëlçit aty, mos i ngarkojmë më tepër. Nuk dua t'i jap një shije tjetër. Kulaçin, gjë që është më e duhura sepse është i fortë, po në brendësi but. Dhe kulaçi për të përdorur në përshesh duhet të jetë një masë e fortë. Dhe për ta konsumuar duhet një masë e butë. Unë e bëra për konsumim dhe normalisht ishte më e butë. Duke e lënë që të thahet, patjetër që përfitoj atë masë. Po, thahet, lagështia dhe si e ngjeshur. Do të shtoj me radhë masën e ujit. E përzija e vash, duke mos lejuar që të më bëhen topthat e brumit, brumçet. Të gjitha këto receta, gjë që them janë recetat e mia, ju i gjeni në... Së shpejti do t'i keni në librin tim të ri që del për pak kohë. Sa mirë. Shumë mirë, normalisht, që ndave dhe me publikun. Kam për ju shumë surpriza në fushën e librave. Në prodhimtari e sipër, në krijimtari. Po, me që në prodhimtari, tek fëmijët i kemi mbyllur, kalem këtu në prodhimtari këtu. Mjën dhe që prodhim. Ka shumë kuptime dhe fjala. Tani, të treja do t'jenë si tava sot, sepse e kemi... Shtoj. E kemi lëshuar dorën, me që se jemi dhe në një ditë para festës, që të keni mundësi të kombinoni nga lloje të ndryshme gatimesh, sepse ju e dini më mirë për menun e nesërme. Niki, të lutem, më merr tava, të lutem, Niki? Cilën të sjell nga këto dyja? Do të shtoj, të dyja, gati ke, do të shtoj shtratin, duke vendosur bukën. Pjesët që kam të tërmijave, i vendos brenda. Do të shtoj pjesën e erzave, gjë që të lushin duart. E vendosim në fund. Opa, e kaloj.
Pomodorini. Këtu kishim pulën me përshesh, me bukmistri dhe me presh, tek e para, por Do të japim shkoj. dorën e fundit një dhe pak djathi shkon dhe i jep shihet veçantë, po ashtu ndryshon dhe pak ngjyrat në gatim. Sikurse vendos tiganin, e ka në 1-2 minutë, apo jo? Po kemi për t'i skuqur aty pak. Shtoj pjesën e gjalpit. Do thoni ju gjalp. Pa tjetër është një gatim dimëror. Do të janë të treja në një ditë, besoj. Po Do pra, jenë në ditë të ndryshme. është një gatim dimëror dhe dimri kërkon që ne të kemi kalori. Jo këtu në Tiranë, se Tirana për kalori e për... Po që të kemi... Tani në pranverë do ketë patjetër dhe receta të tjera që lidhen me Receta vetëm të perimet e stinës. Po, kjo është e rëndësishme të ushqemi sipas sezonit, çfarë sjell sezoni, por këto gatime tradicionale tani me thënë drejtën e kam pak atë dorën e rëndë në yndyrë, po janë shumë të shijshme. Unë do të lë gjithmonë Çdo gjë ka të bëjë me masën, kaq. një minutazh të shkurtër, pra të kem 2 gatime dhe nëse ju të dëshironi në pjesën e dytë të thoni çfarë doni ju për një gatim të shpejtë, për një gatim të shpejtë. Kur flaset e gatimi i shpejtë, është mish, është qepa, makarona, orizi, çfarë janë të shpejta. Edhe unë me shumë dëshirë t'ja u realizoj. Kam pjesën e yndyrës, derisa këtu është për herë të parë që them të më digjet. Pra ta erësojmë pak gjalpin, të lëshoj atë Dhe vetë. me shumë dashuri e kaloj. Ja tek u bë dhe kjo recetë. Trahana me dhjamushka dhe me salcë speci. Brenda ka dhe mëlçi, i rendisim dhe njëherë përbërësi se çfarë tjetër kombinuam si shije për të sjellë këtë tavë. 3 tava kemi sjellë sot. Pra, po lexoj më të fundit, trahanan me dhjamushka dhe me salcë speci, ju duhet 1 filxhan trahana e thatë, 2 presh, 2 lugë vaj, 1 lugë gjalp, 1 litër ujë, 200 ml qumësht, ju duhet spec pikant, salcë speci të ëmbël, pak dhjamushka, 1 gotë bukë e thatë në kubik, 150 gram djath i bardh i thërmuar, krip, piper i zi, piper i kuq. Kjo është receta e trahanas, të cilën e kemi përfunduar, janë gatuar të gjithë përbërësit njëra pas tjetrës, bashkë me salcat, edhe tani një degustim për të testuar shijen. Është një shije veçantë dhe është hera parë që sjellim të kombinuar me mëlçi edhe me salcë speci që ka dhe pak pikante brenda, edhe pomodorët shtojani edhe djathin, sepse vërtet kombinohen më mirë përbërësit e tjerë.